Moderatorja bukuroshe Chiara Tito ka ndarë me ndjekësit e saj momente të para nga një projekt që duket se do të jetë ndër më të përfolurit e këtij sezoni. Në një postim të publikuar në Instagram, ajo ka treguar se sot kanë nisur zyrtarisht xhirimet e filmit të ri, ku do të luajë për krah fenomenit shkodran, Louise Ailey. Në një nga fotot e publikuara, Chiara shihet në një tendë xhirimi, teksa përgatitet bashkë me ekipin, ndërsa në një tjetër shfaqet rruga e zbrazët në orët e para të mëngjesit, e shoqëruar me mbishkrimin 05-18 dita 1. Ky detaj ka bërë menjëherë bujë në rrjet, pasi tregon për kushtimin dhe profesionalizmin e saj, duke u zgjuar shumë herët për të nisur ditën e parë të xhirimeve. Ndërkohë, ndjekësit kanë shpërthyer me komente entuziaste, duke u shprehur se mezi presin ta shohin çiftin e dashur në një projekt kinematografik. Energjia, kimia dhe natyrshmëria që Chiara dhe Louise transmetojnë kanë bërë që çdo postim i tyre të kthehet në lajm, dhe ky projekt i ri duket se do të jetë një tjetër sukses për ta. Burime pranë ekipit të xhirimit bëjnë me dije se filmi do të ketë skena plot humor, emocione dhe mesazhe pozitive, ndërsa pritet të publikohet shumë shpejt. Vetë Chiara nuk ka dhënë ende detaje mbi rolin e saj apo tematikën e filmit, duke lënë gjithçka në mister, por ndjekësit tashmë kanë nisur të bëjnë hamendësime dhe pritjet janë shumë të larta. Ajo që dihet me siguri është se ky projekt shënon një tjetër hap të rëndësishëm në karrierën e Chiarës, e cila po e dëshmon çdo ditë se përveç se një moderatore e suksesshme, po afirmohet edhe në fushën e aktrimit. Për krah Louisit, i cili gjithashtu ka treguar se po e shijon këtë eksperiencë të re, çifti duket më i bashkuar se kurrë. Me fillimin e xhirimeve, Chiara dhe Louise kanë ndezur edhe më shumë kuriozitetin e publikut. Të gjithë presin me padurim të shohin çfarë do të sjellë ky projekt, që ndoshta do të bëhet një nga prodhimet më të dashura të këtij viti. Në fund, ajo çfarë të prek më shumë tek kjo familje është mënyra si e mbështesin njëri tjetrin në çdo moment. Chiara, Louise dhe Luna nuk janë thjesht një treshe që ndajnë jetën bashkë, por një shembull i vogël dashurie e harmonie që të kujton vlerat më të thjeshta e të bukura të jetës. Çdo ditë që kalon duket se i lidh edhe më fort, duke i bërë një familje që rrezaton ngrohtësi dhe gëzim të sinqertë.